Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begati të Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku sot mysafir kemi drejtorin e nderuar të sektorit fetaro-arsimor, Magjistër Fejzullah Efendi Sadikin, me të cilin do të flasim mbi temën zekati, dispozita dhe urtësitë e tij. I nderuar drejtor, mirë se erdhët, është kënaqësi ju kemi këtu në TV Ikre. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshiruesit. Falënderimet, lavdërimet më të sinqerta për cilin Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin e tij, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët me përkushtimin më të madh dhe bindjen më të thellë kanë ndjekin dhe vazhdojnë ta ndjekin në rrugën e Islamit deri në ditën e fundit të jetëve të tyre. Nderuari drejtor, fillimisht ju falenderoj për ftesën që më keni bërë, që edhe unë të jem pjesë e këtij karvanit të këtyre emisioneve, të cilët kanë për qëllim ndërgjegjësimin e besimtarëve musliman mbi vlerat e larta të Islamit dhe dispozitat e tij. Faleminderit. Atëherë fillimisht i nderuar, nëse ka mundësi të fillojmë pak në lidhje me historikun e këtij ibadeti, pra me historikun e zekatit. S'ka dyshim se çdo një ibadet, çdo një adhurim që përcillet nga Allahu Dhul Xhelal në librin e tij në Kur'anin famulart, apo që është praktike jetës së muslimanit, jetës së besimtarit, s'ka dyshim se ajo është praktike edhe njeriu të parë në sipërfaqen e tokës, Ademit alayhis salatu wassalam, dhe kështu me radhë duke vazhduar nga një pejgamber tek tjetri. Dhe një nga ata dispozita, një nga ata obligime me të cilët Allahu Dhul Xhelal ka ngarkuar edhe popujt e mëhershëm, patjetër dhe padyshim që është edhe çështja e dispozita e zakatit, nga se Zoti i plotfuqishëm, pasi që e krijoi njeriu, nuk e la atë që ai të jetë i lirë dhe të sillet vërdall në sipërfaqen e tokës, përpose atij ia paraqiti një program mbi bazën e së cilit ai duhet që ta rregullojë jetën e tij. Dhe një nga ata programe që Allahu fuqiplot ka paraparë për mirëqenien e njeriu, për rregullimin e jetës së tij, shoqërisë së tij, familjes së tij, është pikërisht edhe dispozita e zakatit. Mirpo, neve për me kuptuar këtë më së miri se a thu vallë në të kaluarën, si ka qenë për shembull historiku i zakatit, prej ku fillon, si fillon, çka fillon, s'ka dyshim se burimet më të sigurta dhe më të drejta i gjejmë në librin e Zotit të plotfuqishëm, në Kur'anin famulart. Për këtë arsye unë do të kisha veçuar disa nga ajetet që Allahu Dhul Xhelal i potencon në Kur'anin famulart, në librin e tij, për na treguar neve, për të na bindur neve dhe për të vënduar akoma më tepër rëndësi këtij institucioni, duke na treguar se edhe pejgamberët e mëparshëm kanë qenë të urdhëruar dhe të obliguar, ata personalisht, por njëkohësisht kanë qenë të obliguar që ta përcjellin atë mesazh, atë porosi edhe tek të tjerët. Këtu mund të veçojmë ajetin kuranor ku Allahu Dhul Xhelal thotë: "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat." Në të thotë se këtu Allahu Dhul Xhelal e veçon. Thotë përmende librin e Ismailit alayhis salam, në librin Ismailit alayhis salatu wassalam, i cili përveç asaj që ishte një pejgamber i sinqert, njerëz i sinqert dhe i drejtë, por ishte edhe i obliguar që ta urdhëroj familjen e tij që ta fal namazin dhe të jep zakatin. Po ashtu e kemi edhe rastin tjetër që përmend Allahu fuqiplot në Kur'anin famulart me Isa alayhis salatu wassalam: "Waj'alni mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Kështu që Allahu Dhul Xhelal tha: "Më ka bërë mua të bekuar, të virtytshëm, kudo që unë të jem, dhe më ka obliguar me namaz dhe me zakat, derisa të jem gjallë." Për këtë arsye, neve jemi të bindur dhe të vetëdijshëm, fuqishëm se me të vërtetë Allahu Dhul Xhelal edhe popujt e mëhershëm i ka obliguar jo vetëm me zakat, por po ashtu i ka obliguar edhe me adhurime tjera, siç është namazi, por edhe me detyrime tjera morale apo me detyrime tjera të cilat bëjnë lidhshmërinë e njeriu me Allahun fuqiplot. Gjë e cila është një indikacion shumë i fuqishëm se neve duhet jemi shumë të kujdesshëm kur bisedohet për këto dispozita, kur bisedohet për këto adhurime, kur bisedohet për këto vlera të larta islame. I falenderit të nderuar drejtor. Atëherë, pozita e zakatit në fenë islame.
Nëse do të marrim që adhurimet në Islam ti rangojmë sipas pozitave të cilat ata i kanë tek Allahu fuqiplot, kuptohet fillimisht, atëherë ne s'ka dyshim se këtë mund ta kuptojmë shumë bukur dhe shumë mirë, po ashtu edhe një herë përmes asaj se si Allahu dhul xhelal i trajton dispozitat në librin e tij, në Kur'anin famëlar, si dhe nga fuqia, pesha që ju ka dhënë pejgamberi alayhis salatu wassalam këtyre ibadeteve, sahabët e tij, gjenerata e tretë, muslimanët historikisht e kështu me radhë. Mirpo, për na treguar neve pozitën e fuqishme që e ka institucioni i zakatit në Islam, s'ka dyshim se këtë na dëshmon vetëm Allahu fuqiplot, i cili në 32 vende në Kur'anin famëlar e përmendën zakatin me termin zakat, më njëherë pas namazit. Wa aqimus salah wa atuz zakat wal muqimuna as-salata wal mu'tuna az-zakata, e kështu me radhë. Mirpo, ka edhe në 27 vende të tjera ku Allahu dhul xhelal në formë deduktive përmendën zakatin në formë të fjalës sadaka apo infak, e kështu me radhë. Për këtë zakati domethënë ka pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të veçantë tek feja islame, tek Zoti i plotfuqishëm, deri në atë shkallë sa që Allahu dhul xhelal në ajetin 103 të surës Tauba thotë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Do të thotë se jo që njeriu nga ana e tij vullnetare ta adhurojë atë, por duhet që institucioni i cili është përgjegjës për atë punë, për me të buar atë, duhet shkojë që t'ia marrë atij pasurinë të cilën duhet që ai ta jep dhe ta adhurojë si zakat në për vende të tjera, po. Po ashtu, s'ka dyshim se një dëshmi tjetër shumë e madhe e asaj se me të vërtet pozita e zakatit është shumë e rëndësishme, është edhe hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku e ka ranguar zakatin me njëherë pas namazit në hadithin e tij të famshëm, buniyal islamu ala khams, do të thotë se Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, që e para është s'ka dyshim dëshmia e se nuk ka zot tjetër jashtë Allahut fuqiplot, dhe se pejgamberi alayhis salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij, e që më pas vjen me njëherë namazi, vjen zakati, e vijnë pastaj dispozita tjera, adhurime tjera, obligime tjera, por ajo që është më e rëndësishme se nuk është vetëm ky hadith, ka edhe hadithe tjera të cilat dëshmojnë për forcën, për fuqinë që ka ky adhurim në fenë islame. Kështu pra pejgamberi alayhis salatu wassalam, pasi që i formësoi intelektualisht sahabët e tij, shokët e tij, i përgatiti që ata të jenë emisarët e Islamit në vende të ndryshme, kur e përcolli shokun e tij Muadh bin Jabelin për një mend, tha: "A'limhum anna Allah farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim." Dha mësojo atyre, bëno me dije se me të vërtetë Allahu dhul xhelal i ka obliguar, u ka bërë fars zakatin, që ka për qëllim marrjen nga të pasurit e tyre dhe dhënien të varfërve të tyre. Faleminderit, po kemi edhe histori përveç historikut pejgamberit alayhis salam, traditës pejgamberit alayhis salam, është edhe rasti, besoj e dini ju më mirë, i Ebu Bekrit që ka thënë do t'i luftoj të gjithë ata të cilët i kanë 2 kërpeshat të deves dhe një. Po kjo ndodhi në momente kur filluan një grup fitnexhish që të bëjnë dallime, për shembull pasi ka ndruar jetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, neve tani më nuk kemi obliguar me dhënien e zakatit, dhe pat këtu një diskutim mes Hazreti Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu se si do të veprojmë në këtë drejtim. Por në fund arriti që Ebu Bekri ta binte Omerin radhiyallahu anhu se duhet që të luftohen që të gjitha ata të cilët kundërshtojnë dhënien e zakatit, nga se nuk ka ata dallim mes namazit dhe zakatit. Pikrisht, edhe kjo është domethënë si për shkak se vendos peshën e pozicionit të zakatit me njëherë pas namazit në legislaturën islame. Nderuar, dispozitat dhe obligueshmëria e tij, pra e zakatit, kur jemi tek obligueshmëria, çka mund të themi, është sunet farz? Dispozita e zakatit me konsensus unanimisht të dietarëve islam është se zakati është farz. Tu nuk ka dyshim dhe nuk ka luhatje dhe nuk ka më dyshje asesi tek asnjëri prej dietarëve. Andaj zakati është në kategorinë e farzeve që Allahu dhul xhelal i ka obliguar besimtarët e tij. Do të thotë se një njeri i cili i plotson kushtet për me e dhënë zakatin, ai detyrimisht duhet që ta jep atë. Andaj çdo njeri i cili i plotson atë kriter, ku dietarët e kanë përkufizuar në forma të ndryshme. Mirë, po unë do të kisha përzgjedhur këtu mendimin e Ebu Hanifes në përkufizimin e zakatit, i cili thotë se zakati është dhënia e një pasurie të caktuar.
e cila i plotëson kushtet e caktuara, nga një njeri i caktuar që i plotëson kushtet e caktuara grupeve të caktuara nga Allahu dhul Xhelal. Dhe të thotë se ky është përkufizimi më i bukur dhe më i drejtë që i bëhet zakati. Dhe çdo njeri i cili e plotëson këtë përkufizim, ky njeri është i obliguar, e ka për obligim fars që ta kryejë këtë detyrim që Allahu dhul Xhelal ja ka ngarkuar dhe ka obliguar. Çdo një kundërshtim i kësaj, s'ka dyshim se në vete do të ngërthej pasoja dhe dënim nga Allahu fuqiplot. Për këtë besimtari duhet jetë shumë i kujdesshëm. Besimtari duhet ta ketë parasysh se asesi në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk ka absolutisht as të drejtën minimale që të mendoj se nëse unë e dhuroj tatimin, jam i liruar nga zakati. Nga se asesi nuk mund që të jetë i barabartë tatimi i cili është i caktuar nga dikush tjetër, nga njeriu. Por këtu në përkufizim shumë bukur, domethënë se e ka përmendur dietari i madh Ebu Hanifja se ai zakat është ajo pasuri e cila i plotëson kushtet që i ka caktuar Zoti, të një pasuri që Allahu dhul Xhelal ka caktuar dhe të një grupe njerëzish të caktuar nga Allahu fuqiplot. Për këtë arsye, besimtari duhet që gjithmonë këto situata dhe këto rrethana ta ketë parasysh aspektin e arritjes së devotshmërisë së Allahut fuqiplot. Sigurisht. Andaj, në rrethana të tjera, kur disa njerëz e mashrojnë vetveten e tyre, duke munduar se ne do të arrijmë që ta plotësojmë këtë obligim duke e dhënë tatimin apo duke llogaritur tatimin që japim shtetit sikur zakat, kjo është e gabuar dhe është antifetare dhe është e papranueshme në të drejtën e shariatit islam. Ju faleminderit të nderuar drejtor, atëherë ka mundësi të na përmendni pak kategoritë apo grupet kujt i jepet ky zakati pra. S'ka dyshim se para se me filluar që të flasim për grupet dhe kategorive të cilëve ju destinohet zakati, ne duhet që të ndalim dhe të flasim për kushtet të cilat duhet i plotësojë një besimtar apo një njeri për me dhënë zakat. I obliguar me zakat. Do të thotë se për me qenë njeri i obliguar me zakat duhet që fillimisht jetë musliman. Ka se zakati është një ibadet, është një adhurim. Andaj ibadetet, adhurimet janë obligime vetëm mbi ata të cilët e kanë besuar Allahu dhul Xhelal, e kanë pranuar librin e tij, pejgamberin e tij, kështu me radhë. Do të thotë se njeriu për aq kohë sa është besimtar, sa është musliman, është i ngarkuar me ibadete. Ku njëra nga ato ibadete është edhe zakati, që është një pastrim, është një rritje, është një shtim. Do të thotë se njeriu është i vetëdijshëm, muslimani është i vetëdijshëm se përmes realizimit të kësaj dispozite, aja arrin atë premtimin që Allahu dhul Xhelal ja ka bërë. Ndërsa jo besimtari, jo muslimani, nuk është se i beson një gjë të tillë dhe nuk ka se çfarë ai të shpresojë dhe të presë nga Zoti i plotfuqishëm. Rita duhet që të jetë i moshëritur. Mirë po, tu dietarët kanë dallime, domethënë. Mirë po, me dhepin hanefi kjo është si kusht. Me dhepin hanefi kërkohet që ai të jetë i moshëritur. Po, për faktin se derisa Allahu dhul Xhelal e obligon njeriu pas moshës madhore me adhurimet e tjera, e njëjta vlen edhe për zakatin. Po ashtu këta e marrin si argumente dhe hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thotë është ngritur lapsi, do të thotë se shumë bukur e thatë, do të thotë se është ngritur përgjegjësia mbi tre kategori njerëzish, nga i vogli derisa të rritet, i përgjumuri derisa të zgjohet dhe ai të cilit ka ikur mendja derisa të kthjellet, do të thotë se andaj mosha dhe mençuria janë dy segmente, dy kushte të cilat kërkohen në mëdhepin hanefi që t'i plotësojë një njeri për me qenë dhënës i zakatit, i obliguar me zakat. Kto janë kushte të cilat përkojnë me zakat dhënësi. Dhe duhet jetë i lirë, kuptohet. Dhe ka kushte të tjera të cilat lidhen drejt për së drejti edhe me pasurinë e cila jepet zakat. Do të thotë se pasuria për të cilën jepet zakati duhet jetë pasuri e cila shtohet. Mirë po, kjo ka dy lloje të kësaj. Në më hakiki dhe në më hukmi. Në më hakiki është pasuria e cila realisht shtohet. Dhe të thotë se janë kafshët të cilët ata shumohen, shtohen, shumë fishohen. Janë për shembull pasuritë toksore, të cilat rriten, shtohen e kështu me radhë, drithrat e kështu me radhë. Por ka edhe pasuri tjera të cilat janë në më hukmi. Potencialisht shtohen ata, që janë ari, i cili ka potencial që të shtohet, të rritet. Dhe është për shembull paraja, e cila ka potencial që të shtohet. Janë aksione të ndryshme të cilat i zotërojnë njerëzit, të cilat potencialisht kanë mundësi që të shtohen, që janë pjesë e asaj kategorie të pasurisë për të cilat një muslimani është i ngarkuar, i obliguar që të jep zakat. Ka kusht tjetër i cili është
do të thotë se njeriu duhet ketë pronësi të plotë mbi atë pasuri. Ashtu. Nga se, nëse ti si individ, si pronari i asaj, ke të drejtë gjysmake mbi atë pasuri, atëherë ti nuk je obliguar. Ose ortak ose. Ashtu pra duhet që ti të kesh një pronësi të plotë mbi atë pasuri, që të jesh për shembull sovran. Temlik. Do të thotë ti jesh ai i cili ke të drejtë ta shfrytëzosh atë ashtu siç dëshiron ti. Do të thotë se pjesa tjetër apo kushti tjetër është që mos jetë pasuria dhimbar. Do të thotë pasuria e cila për momentin është shkatëruar apo është e humbur. Ti ka mundësi për shembull ta kesh një pasuri të majme, një qafore të arit e cila kushton shumë, mirë po të ka rënë në det. E ti për momentin nuk e ke atë. Për aq kohë përsa ti nuk e ke atë në zotërim, ti nuk je obliguar që të japësh zakat për atë. Në moment kur ti e gjen atë, fillon dhe jep zakatin e saj. Apo ke një pronë, një pasuri e cila është e konfiskuar nga ana e shtetit. Për aq kohë përsa shteti ta mbar të konfiskuar ti nuk je obliguar që të japësh zakat për atë pasuri. Apo ti ke një pasuri mirë po e ke borxh. Këtë desha ta pyes edhe unë. Ti ke pasuri por e ke një pjesë borxh. Situata me atë pasuri të cilën ti e ke dhënë borxh, mirë po ende nuk e ke, edhe nuk je i sigurt se a do të marrësh prapë apo. Nëse ti humbësh shpresat se nuk ke mundësi asnjë më që ta marrësh atë, ti më nuk je obliguar me dhënien e zakatit të tij. Me asaj pasuri. Po për aq kohë përsa ti je ndyshime se a do ta marrësh apo nuk do ta marrësh, apo ke shpresë, atëherë ti obligohesh me dhënien e zakatit të asaj pasurie për faktin se ajo llogaritet pjesë e jotja, pasuri e jotja. Herët ose vonë ajo do të arrijë që të kthehet në pronësinë tënde dhe ti je pronari dhe zotëruesi i saj. Për këtë arsye duhet që ti të paguash zakat për atë pasuri dhe do të thotë se kur jemi te borxhi me që e cekët, nëse njëri ka një shumë e cila e obligon këtë njeri të jap zakat, e plotson nisabin, që është kushti i dhënies së zakatit. Mirë po, i ke 10.000 euro dhe ti ke 4.000 euro borxh. Që kjo 4.000 euro ti ta pamundson dhënien e zakatit. Mirë po ti këtë vit e ke bërë në plan, e ke planifikuar që vetëm 2.000 ti kthesh nga ai borxh. Do të thotë se ti do të minusosh nga borxhi vetëm 2.000 euro. Andaj ti do të lirohesh vetëm nga 2.000 euro që i ke borxh në mosdhënien e zakatit. Ndërsa për pjesën tjetër ti je obliguar që të paguash, të japish zakatin. Përveç kushteve të cilat janë të ndërlidhura me pasurinë e cila i jepet zakat, ku s'ka dyshim se rrugën i dhënies së zakatit është vetë pasuria. Do të thotë se pasuria është rukni, ndërsa nisabi dhe plotësimi i një viti hënor, këta janë kushte. Nuk janë rrugën, nuk janë shtylla. Andaj kemi edhe një kusht tjetër i cili është kushti i vlefshmërisë. S'ka dyshim se ka kushtet të obligueshmërisë dhe kushtet të vlefshmërisë. Për me qenë i vlefshëm, zakati si ibadet i plotësuar dhe i pranuar tek Allahu Dhul Xhelal duhet që niyeti. Kushtëzohet që besimtari ta bëjë niyeti. Mirë po, nuk kërkohet që detyrimisht të jetë niyeti me gojë. Mjafton niyeti që bëhet me zemër. Do thotë se besimtari duhet ta bëjë niyetin e dhënies së pasurisë së tij për zakat, dhe kjo të jetë e pranuar tek Allahu Dhul Xhelal. E pastaj, kusht tjetër duhet që kujt i jepet, do të thotë se zakati. Kush janë ata njerëz të cilët duhet ta pranojnë zakatin? Do të thotë se një kusht tjetër i vlefshmërisë është edhe kushti i temlikut. E që do të thotë se kalimi i plotshëm i pasurisë nga dora e zakatdhënësit në dorën e zakatmarrësit. Do të thotë se nëse njeri i jep dikujt ushqim, të haj apo të pi, me niyet zakati, ky nuk e ka arritur që ta çojë në vend këtë dispozit, këtë urdhër të Zotit. Ose edhe kjo si pyetje përdoret si shpesh, a ka mundësi unë që në vend të zakatit ta bëj këtë punë ose ti ushqej këta? Nëse ti i ushqen, ose ti ja për një ndërtim të një xhami. Jo, nuk mundet. Nuk mundet për faktin se nuk kalon pronësia. Kjo është esenca. Do të thotë se kushti i vlefshmërisë është temliku. Ka kuptojmë këtë? Inna sadaqatu lil fuqara. Imam Shafiu thotë është lamu temlik. Lami i cili garanton kalimin e pronësisë nga zakatdhënësi tek zakatmarrësi. Dhe ai të ketë të drejtë ta shfrytëzojë atë si të dojë vetë. Mirë po, ka njerëz të cilët i japin dikujt ushqim dhe mendon se unë e kam kryer obligimin tim që kam ndaj dhënies së zakatit. Jo, mirë po, nëse ti ke dyshime se ai kryefamiljar i asaj shtëpie ka mundësi që pasurinë, paranë të cilën ti ja dhuron dhe ja jep atij, ta keq përdor apo ta shfrytëzoj në vende të cilat nuk janë të mira, janë vende të këqija dhe nuk janë vende të cilat i plotësojnë nevojat elementare të mirëmbajtjes së një familje, atëherë ti ke të drejtë të shkosh dhe të sigurosh atij produkte ushqimore dhe t'ja dorëzosh
atij kryefamiljari. Dhe këtu arrihet domethënse kushti i vlefshmërisë së zakatit u plotësohet. Këtu nuk kemi asnjë fije problemi. Faleminderit të nderuar, atëherë kthehemi sërish tek ajo pyetja, kategoritë të cilat obligohemi që të ju japim zakatin. Do të thënë, kujt, cilave kategori ju takon zakati? Po, shqyqyrt, elhamdulillah, Allahu dhul Xhelal nuk e ka lënë këtë në dorë të njerëzve të vlerësojnë ata se kujt duhet i jepet zakati, po do të kesh përdorë dhe do të kishte ndoshta edhe konfrontime në mesin e njerëzve dhe shoqërive. Për këtë arsye Zoti i plotfuqishëm ka bërë që ai vetë të caktojë kategoritë dhe grupet e njerëzve të cilëve ju takon zakati, pranimi i zakatit. Dhe ki mosamiri Ki kategorizim përmendet në ajetin kuranor ku Allahu dhul Xhelal thot: "Estağfiru billahi bismillah innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil." Do të thotë se me të vërtetë sadakaja, këtu e përmenden në formë të sadakas që ka kuptimin e zakatit. Zakati ju takon fukarave, të varfërve, miskinëve, të vobektëve, që janë një grad ndoshta pak më lart se fukarat. Për arsye se Allahu dhul Xhelal në Kur'anin famëlar kur tregon për rastin e Hidrit me Musa alayhis salam thotë: "Wa amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr." Limasakin ya'maluna fil bahr. Do të thotë se ishin të vobek, mirë po kishin diçka me të cilën punonin dhe po përfitonin kafshatën e bukës së siguronin. Do të thotë se këtu pikërisht për këtë arsye ka përmendur para fukaraja, që është kategoria më e dëmtuar dhe më e rënduar e shoqërisë, dhe pastaj më njëherë vijnë miskinët. Wal masakin wal 'amilina 'alayha, s'ka dyshim se edhe tubonjësit, ata të cilët merren, angazhohen gjatë gjithë kohës me tubimin, me mbledhjen e pasurive të cilat janë të destinuara për zakat, për arsye se ndoshta ne sot e kemi shumë të lehtë, për arsye se kemi llogari bankare, kemi forma të ndryshme përmes të cilave kemi mundësi që të sigurojmë marrjen e zakatit nga zakatdhënësit. Mirëpo, në të kaluarën apo realisht thënë, në kohën kur është bërë obligim dhënia e zakatit, s'ka dyshim se njerëzit kanë qenë të obliguar që të kalojnë ditë dhe net të tëra për të shkuar në vende të largëta, në vende të ndryshme për të mbledhur zakatin, ku s'ka dyshim se ata kanë qenë të angazhuar jashtëzakonisht shumë dhe pas vete kanë lënë familje të cilëve u është dashur që t'u asigurojnë edhe kafshatën e bukës. Për këtë arsye Allahu po plot i ka përfshirë edhe këta grupe njerëzish në këtë kategorizim. Wal mu'allafati qulubuhum, që është një kategori e cila vetëm se më nuk është se është funksionale për fitimin e zemrave, për faktin se Omeri radhiyallahu anhu e shfrytëzoi të drejtën e tij të halifes dhe e tërhoqi dhe e pezlloi një gjë të tillë, mirë po nuk do të thënë se kjo nuk ka mundësi për shembull të futet në praktik. Kjo ka mbetë hapur deri në kiamet, për arsye se nuk ka ndonjë abrogim me shpallje nga Zoti. Ashtu. Thotë është abrogim i cili ka ardhur si rezultat i forcës që ka fituar Bashkësia Islame në kohën kur ka qenë udhëheqës, shteti islam në kohën kur ka qenë udhëheqës, për shembull Halife Omer radhiyallahu anhu, që ka qenë më të vërtet një halife që ka ditur që si të forcoj shtetin dhe si të menaxhojë atë. Dhe ka patur arsyeshme që prej sot tek kësaj dite ne nuk kapse t'ju japim pasuri nga zakati që të bëjnë nga besimtarët tanë për njerëzit të cilët nuk janë muslimanë, për faktin se ajo tregon dobësinë tënde. Mirë po, nëse në të ardhmen paraqitet nevoja ti të kanoset rreziku dhe shes se ka mundësi që përmes dhënies së një pjese të zakatit ka mundësi për shembull të sigurosh dhe të garantosh mirëqenien, paqen, sigurinë tënde, atëherë ka mundësi që të rikthehet një praktikë e tillë. Ashtu. Wa fi riqab. Kategori tjetër është edhe lirimi i robit, që e njëjta vetëm se nuk ekziston më në të drejtën e shariatit islam, nga se Sultan Fatihu vetëm se e ngriti po e abrogoi, domethënë se nuk ka institucion të quajtur rob në të drejtën islame, por këtu është i paraparë për faktin se ka qenë një pjesë përbërëse e shoqërisë tonë. Wal gharimin, janë ata të cilët janë të zhitur në borxhe, njerëzit të cilët kanë shumë borxh. Do të thotë se ka njerëz të cilët me të vërtetë kanë hyrë në borxhe për nevojat e tyre elementare. Ka njerëz të cilët janë zhitur në borxhe për shkak të ndonjë sëmundje për të cilën ka pasur nevojë për mjekim këtu apo jashtë vendit dhe që është dashur për shembull të marrë dhe të kërkojë hua nga dikush tjetër. Që për ta njerëz neve obligohemi që t'u ndihmojmë, t'u alajmë borxhet, t'u ashlijmë borxhet, nga se kjo është edhe kërkesë nga Allahu dhul Xhelal. Do të thotë se një person i cili i jep dikujt borxh, thotë Zoti i plotfuqishëm, nëse ju i jepni dikujt borxh, shtyheni afatin atij. Por nëse ja faleni, kjo është shumë e bukur dhe më e mirë për juve, nga se është Allahu dhul Xhelal ai i cili do t'u shëmfishojë juve në botën tjetër, nga se ti tani më ke hyrë në tregtim me Zotin, nëse ti ja ke fal atij për nder të kujt,
përndër të asaj të atij premtimi që Allahu dhul xhelal të ka garantuar. Për këtë arsye besimtari duhet që jetë shumë i kujdesshëm që portofoliun mos ta rëndojë. Përkundrazi, duhet që ati t'ja lehtësoj jetën e tij, e jo t'ja vështirësoj jetën e tij. Pra sa ka mundësi kuptohet. Po fi sabilillah është kategoria 7. Domethënë në rrugt të Allahut dhul xhelal, ku këtu përfshihen kategori të ndryshme, nga se është e hapur kjo. Është një dritare e gjerë dhe e hapur, është mundësi për me futur edhe kategori tjera të ndryshme, ku neve s'ka dyshim se këtu futim edhe nxënësin, studiuesin, atë i cili kërkon dije të pastër, burimore islame, përmes së cilës nesër do të vëdësoj njerëzimin, do të udhëzoj njerëzimin, do të orientoj njerëzimin drejt të bukurës të mirës, drejt asaj me të cilën Allahu dhul xhelal është i kënaqur dhe ka kërkuar që gjithë besimtarët të orientohen. Për këtë arsye, s'ka dyshim se nëse një njeri jep zakatin në një shoqate e cila ushqen një të varfër, nuk thënë se ka bërë gabim. Është mirë të bëhet një gjë e tillë, për faktin se njerëzit janë nevojtarë dhe nevojat e tyre duhet që të i kalohen. Mirë po, besimtari e ka për obligim që zakatin ta destinoj aty në atë institucion i cili përkujdeset për mirëmbajtjen e jetës edukativo arsimore fetare islame. Do të thotë se në këto troje, në këto treva, në këtë bashkësi, në këtë shoqëri ku ne jetojmë, qoftë të vendit, qoftë besimtarët e diasporës, duhet ta kemë parasysh se duhet që t'i përmbahen asaj porosie ku thot Imami i Madh Ebu Hanifja se duhet që njeriu fillimisht ta destinojë zakatin në vendin e tij ku jeton. Se ne kemi shumë njerëz të cilët mundohen që të sillen sikur janë shumë të mençur, sikur janë shumë bujarë dhe solidar dhe mundohen që pasurinë të cilën duhet ta destinojnë në vendin ku ata jetojnë, në vendin nga i cili përfitojnë, në vendin në të cilin ata shkojnë dhe kryejnë shërbime të ndryshme, mundohen që ta anashkalojnë. Ta çojnë në Afrikë, mundohen që ta çojnë në vende të ndryshme. Nuk jam kundër asaj, mirë po, primarja dhe esenciale është institucioni bazë që është Bashkia Fetare Islame, e cila e ka për obligim, e ka për përgjegjësi madhore që të kujdeset për Fakultetin e Shkencave Islame, të kujdeset për Shkollën e Mesme Islame Medresia Isabeu, e cila ka edhe 4 paralele të saja që gjithsej bëhen 5. Ku ka gati se 200 të punësuar që të gjithë këta janë të lidhur për Bashkësinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ne si institucion, si Bashkësi Fetare Islame, jemi të obliguar që ta menaxhojmë, ta kultivojmë, ta avancojmë dhe ta zhvillojmë jetën fetare arsimore këtu në vendin tonë, duke munduar që t'i kontribuojmë shoqërisë sonë, duke i nxjerrur kuadro të mirëfillt, të cilët do ta përmendin fjalën e Allahut dhul xhelal, të cilët do ta komentojnë fjalën e Allahut fuqiplot, të cilët jo vetëm se vetvetiu ata do ta ndjekin sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, por do t'i bëjnë që edhe të tjerët ta ndjekin këtë rrugë të ndryshme të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Ase është shumë interesante, nëse e bëjmë një vështrim sociologjik të vendit tonë, do të shohim se ata vende, ata fshatra të cilët nuk kanë kontribuar për mirëmbajtjen dhe mbarvajtjen e institucioneve edukative arsimore, të medresesë dhe fakultetit të shkencave islame, me të vërtet janë të gjikuar që të mbesin pa kuadro fetar. Ashtu është. Sinqerisht, kjo është për të ardhur keq. Andaj, apeli im është që gjithë besimtarët, gjithë ata të cilët e ndjejnë veten se me të vërtet janë të obliguar me dhënien e zakatit dhe duan që të destinojnë dikund sadakatul fitrin, duhet që atë ta bëjnë në institucionin e quajtur Bashkia Fetare Islame dhe organet e saj që janë muftinit, janë institucionet edukative arsimore, janë xhamit e kështu me radhë. Ju faleminderit, edhe pse i nderuar kisha një pyetje kështu special të pyes në lidhje me ku duhet të jepet zakati, megjithatë për shkak se edhe e zgjatëm pak emisionin ton, mirë po për hir të asaj se tema të cilën diskutojmë është shumë me peshë, do të japim hapësirë pak më tepër. Ka mundësi shkurtimisht na përmendni pasuritë në të cilat obligohemi me dhënien e zakatit? Shqo, është bukur se ne treguam për kategoritë ku jepet zakati, mirë po nuk treguam për aty të cilët nuk i takon zakati. Po. Ka edhe kategori njerëzish të cilëve nuk i takon zakati, me të thotë se i pasuri. Njeriu i cili është i pasur, ka pasuri që kalon pragun e nisabit, ky njeriu nuk i takon zakati, përpos nëse e përfshin kategoria 8 që nuk e përmendëm, do të thotë se vëbni sebil. Nëse ka mbetur rrugëve, dhe pjesa tjetër, kategoria e njerëzve të cilëve nuk ju takon zakati, janë për shembull usul, që është baba,
dhe nëna dhe furu, dega djali, dhe rënja. Dega dhe rënja. Dhe djali për shembull vajza e kështu me radhë. Ndërsa vllaut, motrës, djalit dajës, djalit tezës, djalit axhës e kështu me radhë tyre s'ka dyshim se ju takon zekati, mirë po te ne përdoret shpesh ajo thënia se nëse ke bë për fitra. Mirë po kjo nuk është bazë për mos dhënien e zekatit të atyre njerëzve, për faktin se zekati, siç e përmendëm edhe në fillim, duhet që të fillohet të udhërohet atyre të cilët janë më të afër, ka se kjo është porosi e Allahut fuqiplot. Dhe s'ka dyshim se një nga ata grupe të cilëve nuk ju takon zekati është edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe familja e tij. Për këtë arsye, atyre nuk ju takon zekati, nga se pejgamberi alayhis salatu wassalam kur pa një nga familja e tij se kishte pranuar zekat, shkoi dhe qortoi atë. Një nga ata kategori të cilët nuk kanë të drejtë që ta pranojnë zekatin është edhe burri të jep zekat gruas së tij. Ndërsa e kundërta ka mundësi që të ndodhë. Mirë po Ebu Hanifa bën përjashtim këtu, thotë nuk ka të drejtë për arsye se ruan interesin e burrit, dhe tregohet pak më romantik këtu, duke dashur të tregojë se gruaja pavarësisht se nuk e ka për obligim që të kujdeset për jetën e burrit, mirë po për faktin se janë të martuar dhe kanë ndjenjë dashurie mes vete, janë të obliguar që të kujdesen për mbajtjen e jetës së njëri tjetrit. Përsëri kthehemi mallrat në të cilat obligohemi me zekat. Shkurtimisht nëse ka mundësi. Pasurit të cilat janë të obligueshme për dhënien e zekatit, s'ka dyshim se janë ata pasuri që i përmendën pejgamberi alayhis salatu wassalam, që është ari, është argjendi, është edhe pasuria e fituar nga tregtia, janë edhe pasuri të tjera të cilat janë pasuritë për shembull bujqësore, produkte bujqësore, janë pjesë e kategorisë të cilat ju takon zekati, po ashtu janë edhe xehet të ndryshme, janë pasuritë e gjetura nën toksore, të cilat duhet që të pastrohen me zekat, po ashtu është edhe mjalta e cila është ngarkuar me dhënien e zekatit. Mirë po, kur jemi të ari, s'ka dyshim se ari e ka vlerë nisabin, pragun e caktuar dhe definuar, që është 20 mithkal në atë periudhë kohore, që tani korrespondon me 91.6 gram ari, që neve duke përpiluar tabelarin e zekatit, arritëm në përfundim se nisabi i zekatit është 7.419.6 euro. Do të thotë se nëse një person i posedon këto para, mirë po, gjatë vitit, deri në vitin e ardhshëm, pavarësisht faktit se ai ka mundësi të bie në nivelin 0, por nëse vitin e ardhshëm, në datën e njëjtë të kalendarit hënor ka aq para ose më tepër, atëherë është i obliguar që të jap zekat. Por nëse pranon edhe pasuri tjera, shtesë, ai do të jep zekat për aq pasuri sa ka në momentin e dhënies së zekatit, jo në momentin kur ka filluar që ta bëj për llogaritjen e dhënies së zekatit. Janë edhe pasuri tjera, që është argjendi. Do të thotë se njëri nëse ka 700 gram argjend, ajo është e obliguar me dhënien e zekatit, që është 2.5% e saj, që i bie diku 1/40 pjesë të jepet zekat. Janë kafshët të cilët janë të pjesë të cilat janë të destinuara për dhënien e zekatit. Do të thotë se janë dhent, dhit, devet, lopët, buajt, bullicat. Do të thotë se janë këta kategori kafshësh të cilat janë të përfshira në dhënien e zekatit, mirë po ne nuk do të dalemi të tregojmë se për sa jepet e kështu me radhë, për arsye se atë kemi në tabelar të definuar shumë bukur, shumë mirë, dhe ai i cili është i interesuar që të jep zekat në këtë kategori, s'ka dyshim se do ta gjejë atë. Mirë po, zekati në produktet bujqësore këtu nuk kushtëzohet kalimi i vitit. Këtu në moment kur të bëhet fruti për me vjerë, s'ka dyshim se nuk kushtëzohet kalimi një viti, duhet që të jepet zekat. Nëse është ujitur nga qielli, pas një angazhim të njeriu, të jepet 10%. Mirë po nëse është angazhuar njeriu që ta kultivojë atë dhe ka arritur që ta marrë, ta vjelë si frut, atëherë do të jap 5%. Dhe dhënia e zekatit në xehet, në pasuritë e gjetura për shembull, atëherë aty nuk ka kalim të një viti, por në medhebin Hanefi kushtëzohet që një pjesë të madhe të konsiderueshme të vitit ta ketë në pronë, dhe nisabi i kësaj është 20%, 1/5 e asaj pasurie. Nderuar drejtor, më që edhe zgjatëm e përmendëm edhe më herët, shkurtimisht në vend të mesazhit për opinionin, do kishim dashur opinionin tuaj në lidhje me institucionalizimin e zekatit. Si mendoni, do të ishte më mirë të institucionalizohet
ky obligim apo ky ibadet apo të jetë ashtu kush kudo edhe pse është më e vështirë të filtrohet se a ju takon dikuj apo jo. Pavarësisht faktit se neve gjatë gjithë kohës mundohemi që të bëjmë biseda, të bëjmë analiza se a duhet apo nuk duhet të institucionalizohet e kështu me radhë, mirë po faktikisht dhe realisht institucionalizimi i zekatit ka ndodhur që në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përderisa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka caktuar njeri apo stafat të posaçëm i cili do të shkojë që dhe do të marrë zekatin të tjerëve, kjo është vetëm se institucionalizimi i saj dhe kjo ka vazhduar kohë pas kohe dhe vazhdon sot e kësaj dite. Do të thotë se institucionalizimi më i mirë që mund t'i bëjë zekatit sot është Bashkia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vendin tonë dhe Bashkësitë Fetare Islame të shteteve të tjera të ndryshme. Për këtë arsye, Bashkia Fetare Islame është trashëgimi e shtetit të parë të formuar nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila ka ardhur perandori pas perandorie, dinasti pas dinastie deri në ditët e sodit. Dhe ne jemi të obliguar që ta ruajmë këtë trashëgimi të lartë institucionale islame. Andaj duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk ka institucion tjetër me të drejtë për tubimin e zekatit jashta Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe për këtë unë jam i vetëdijshëm se janë të vetëdijshëm që të gjithë njerëzit e tjerë, mirë po a duan apo nuk duan ta pranojnë, ajo është pikpyetje tjetër. I nderuar drejtor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lusë Allahun Gjeleshanuhu që t'ju jep shëndet, sukses. Allahu aboft kabul gjitha ibadetet dhe shpresojmë t'ju kemi këtu në TV Ikre edhe në emisione tjera. Faleminderit, ishte kënaqësi. Unë së fundmi desha që t'u lë edhe një porosi tjetër gjithë shikuesve të TV Ikres, të cilët kanë pasuri që Allahu Xhelali ka begatuar me të mira të majme, duhet që ta çojnë në vend këtë porosi të Zotit të plotfuqishëm dhe asesi në asnjë formë mos ta marrin si diçka shkeleshko, për arsye se janë ajetet kuranore dhe porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam shumë kërcënuese për të gjitha ata të cilët tentojnë që t'i ikin dhënjes së zekatit. Këtu unë do të veçoja një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë se personi i cili nuk e ka dhënë zekatin e arit të tij, pasurisë së tij, stolisë së tij, ditën e gjykimit, Allahu Dhul Xhelal do t'i dërgojë atij një kafshë në formë të gjarpërit me 2 pika në kokë, pa fije kime, i cila do t'i rrotullohet rreth qafës, do ta kapë për fëlqije dhe do t'i thotë unë jam pasuria yte, unë jam malli yt. Andaj kjo është hadithi i cili më të vërtet ta bën që neve të mendojmë shumë mirë, të jemi shumë të kujdesshëm se si do ta trajtojmë pasurinë, begatin që i madhi Zot neve na ka dhuruar. Dhe s'ka dyshim se është edhe një hadith tjetër i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi i Zotit thotë se në botën tjetër Allahu Dhul Xhelal në xhehenem do të përgatit shtresa nga zjarri në të cilët do të shkrihen ari dhe argjendi i atyre të cilët i kanë pasur si pasuri jetën e kësaj bote dhe nuk e kanë dhënë si zekat, dhe me atë pasuri do t'ju lyhet anët e tyre të trupit, do t'ju lyhet balli dhe shpinat e tyre. Për këtë arsye, vëllezër të nderuar, të jemi shumë të kujdesshëm, të jemi shumë fuqishëm të bindur se më të vërtet çdo një lënës i kësaj porosie, çdo një lënës i dhënies së zekatit do të pasojë me pasoja shumë të rënda, do të ballafaqohet me pasoja shumë të rënda tek Allahu Dhul Xhelal në botën tjetër, ku s'ka dyshim se një ditë e asaj bote është sa 50.000 vite të jetës së kësaj bote. Andaj lut Allahun që plot që të na mundsoj që të gjithë të jemi nga ajo kategori e cila është obliguar me dhënje të zekatit e asesi nga ajo e cila duhet që të pranoj zekatin. Ashtu. Amin. Ju falenderoj edhe një herë nderuar, Zoti ju shpërbleft. Takohemi në emisione të tjera të radhës. Faleminderit, ishte kënaqësi të jemi në sintuar. Ju falenderoj. Të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për durimin që kishit të jeni bashkë me ne. Lutim Allahun fuqiplot për lutjet dhe ibadetet të pranuara. Takohemi në emisione të tjera të radhës. Deri atëherë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.